Receta që bën mrekulli. Me vetëm një lugë, eliminoni barkun e fryrë, ja si ta përgatisni. Çdo kush ëndërron të ketë një trup perfekt, këmbë të holla, bark të sheshtë dhe krah më të tonifikuar. Ne sot do ju tregojmë se si ta arrini të realizoni qëllimet tuaja me këto produkte mjaft të thjeshta, të cilat mund të ndihmojnë në dukshëm në situatat tuaja dhe të mbajnë larg gjithashtu edhe komplikacionet e ndryshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pa shpenzuar shumë kohë dhe shumë para në palestra ose trajtime të veçanta, mund të arrini të realizoni në kushte shtëpie edhe një trajtim efikas kundër fryrjeve të barkut dhe problemeve të tilla të cilat ju krijojnë gazra dhe bezdisje vërtet të mëdha. Për të përgatitur këtë përzierje ju duhen vetëm dy përbërës, limoni, gjithashtu edhe farat chia. Të dyja këto produkte kanë vlera shumë të mëdha kur kombinohen së bashku dhe janë efikase kundër komplikacioneve të ndryshme. Rezultatet që do të merrni në këto situata do të bëjnë gjithashtu që gjithçka të kthehet në favorin tuaj dhe t'ju ndihmojë kundër komplikacioneve ditore. Përbërësit që u duhen në këtë rast janë një gotë me ujë, një lugë gjedhe fara chia, një lugë me lëng limoni dhe një lugë gjedhe me mjaltë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë efikase. Vendosni farat e chias në një gotë dhe e lini të paktën 1 orë. Hiqni farat nga uji dhe më pas i përzieni mirë me përbërësit e tjerë. Hidheni përzierjen në një blender dhe e lini ashtu të qëndrojnë së bashku për disa sekonda. Konsumojeni çdo mëngjes një lugë nga kjo përzierje dhe me stomakun bosh do të keni përfitimet e duhura që i duhen organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike kundër fryrjeve të barkut dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Fryrjet e barkut mund të krijojnë vështirësi të mëdha gjatë ditës, prandaj duhet të kujdeseni më mirë për shëndetin tuaj. Ata që vuajnë nga problemet e tretjes dhe në veçanti me problemet e zorrve, në fazat akute duhet së pari të shmangin konsumin e fibrave të tepërta. Veçanërisht kur bëhet fjala për drithrat e përpunuar dhe të ngarkuar gjithashtu edhe me fibra. Në këtë video do të rendisim disa këshilla se si të përmirësoni shëndetin tuaj edhe të lehtësoni problemet të fryrjes, pa që në nevoja të përdorni trajtime të shtrenjta dhe mbi të gjitha me efekte anësore për organizmin tuaj. Ka ushqime të cilat janë shumë të dobishme kundër këtyre inflamacioneve dhe të ndihmojnë në dukshëm sistemin tuaj tretës dhe të shmangin komplikacionet dhe fryrjet. Prandaj, nëse doni të përmirësoni organizmin tuaj, ndiqni këshillat e duhura dhe do të evitoni kështu fryrjet dhe vështirësinë e tretjes. Funksioni normal i sistemit tretës është një nga parakushtet për shëndetin e përgjithshëm dhe një faktor kyç të organizmit në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Ndaj ndjekja e duhur e këtyre recetave në kushte shtëpie do të jetë gjëja më e mirë që mund të arrini edhe për realizimin e një sistemi tretës më funksional. Gjithsesi, një mënyrë e shpejtë që mund të përfshihet në dietën tuaj, sidomos edhe me konsumin e ushqimeve të duhura, do të sigurojë një jashtëqitje pa probleme dhe një numër të mirë të lehtësimit të problemeve të gazrave. Në këtë video do të sjellim në ndihmën tuaj receta natyrale të cilat në kushte shtëpie mund të përmirësojnë sistemin tuaj tretës dhe të mbajnë larg komplikacionet e saj. Uji i ngrohtë me limon është një mundësi e çmuar për sistemin tuaj tretës, çka mund të mbajë larg problemet e konstipacionit dhe të ndihmojë që zorra juaj të jetë gjithashtu edhe më e shëndetshme. Shtrydhni një limon në një gotë me ujë të vakët dhe më pas e konsumoni atë. Ju gjithashtu mundet ta konsumoni këtë pije edhe si një parandaluese kundër problemeve të dispepsisë dhe të tretjes. Vaji i ullirit në kombinim me limonin gjithashtu mund të jetë një nga gjërat më të rëndësishme për t'i ofruar sistemit tuaj tretës dhe për të evituar problemet të fryrjes. Tresni një lugë gjedhe vaj ulliri të kombinuar me limon dhe në mënyrë natyrale konsumoni atë në vazhdimsi të dietave tuaja. Kjo recetë shtëpiake mund të jetë shumë e rëndësishme kur konsumohet në mëngjes
ose disa orë pas një vakti. Rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë gjithashtu edhe lehtësuese kundër problemeve tuaja të tretjes. Sot buke në kombinim me ujë të vakët mund të jetë gjithashtu lehtësuesi juaj ideal kundër problemeve të fryrjes dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përzjeni një gjysmë luge sot buke në një gotë me ujë të vakët. Ky ushqim është shumë i njohur edhe në breza për aleatet e dobishëm që ka për sistemin tuaj tretës dhe lehtësimin e problemeve të konstipacionit. Për këtë është e rëndësishme që sodën e bukës të cilën e përdorni ta blini në farmaci pa alumin, kështu rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë gjithashtu edhe lehtësuese kundër komplikacioneve të fryrjes dhe rëndesës së madhe që i shkaktojnë në stomakut. Është e rëndësishme që nëse vuani nga konstipacioni her pas here, të konsultoheni me mjekun tuaj për të zgjidhur këtë shqetësim nëse çështja juaj bëhet kronike. Tërshëra është një dridh shumë i pasur me vitamina, minerale dhe fibra, të cilat do të bëjnë mirë sistemit tuaj tretës. Përpos këtyre vlerave, tërshëra është e mrekullueshme për pastrimin më të mirë të sistemit tretës dhe ka efekte qetësuese dhe pastruese për organizmin tuaj në tërësi. Ekspertët rekomandojnë një recetë natyrale të përgatitur me tërshërë dhe kanellë për të përmirësuar sistemin tretës dhe për të mbajtur larg gjithashtu problemet e konstipacionit. Për të përgatitur më mirë këtë recetë në kushte shtëpie do ju duhen këta përbërës: 6 filxhan kafeje ujë, një lugë çaji me kanellë plur dhe një filxhan kafeje me tërshërë. Pasi siguroni përbërësit e nevojshëm për këtë recetë, filloni me përgatitjen e saj. Përpara se të bini për të fjetur, vendosni tërshërën në një tas me ujë dhe e mbani në të për të paktën 7 orë pa hequr. Në mëngjes skulloni dhe shplani me ujë. Shplajeni atë si keni qëllim të eliminoni antiinflamatorët dhe të siguroni gjithashtu një tretje më efikase të sistemit tuaj. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni tretjen dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e fryrjes. Tërshëra do të ndihmojë dukshëm në shumë përfitime të rëndësishme për organizmin, dhe si e tillë mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për të evituar fryrjen. Kapslëku është një gjendje shumë e dhimbshme e trupit, e cila mund t'ju bëjë të ndjeheni më të fryrë edhe të ketë gjithashtu edhe probleme të ndryshme të organizmit tuaj. Kapslëku duhet të trajtohet në mënyrë efikase dhe të mbikëqyret nga eksperti nëse çështja juaj është kronike. Por mund të përdorni edhe receta natyrale, të cilat në kushte shtëpie mund t'ju japin një lehtësim të mirë kundër këtij shqetësimi. Soda e bukës në kombinim me ujin e ngrohtë mund të jetë gjithashtu një parandaluese shumë e mirë e problemeve të kapslëkut. Miksoni në një lugë çaji me sodë buke çerek filxhani me ujë të ngrohtë. Kjo do të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e dhimbjeve të kapslëkut dhe do ju bëjë që të ndjeheni gjithashtu edhe më të çliruar dhe më të lehtësuar. Hidratohuni më mirë gjatë ditës është një mundësi shumë e mirë për të evituar fryrjet. Duke qenë i dehidratuar mund ta anashkaloni kapslëkun, pra duhet të pini sa më shumë ujë. Thuhet se pirja e ujit të gazuar mund të bëjë mirë, por hidratimi është shumë i rëndësishëm në aspektet tuaja të rëndësishme shëndetësore, edhe në evitimin e problemeve të fryrjes dhe problemeve tuaja të konstipacionit. Konsumoni më shumë fibra në dietën tuaj ditore. Duke pasur fibra të mjaftueshme në dietën tuaj, do të ndihmoni që zorrët tuaja të lëvizin më mirë dhe më shpejt, duke evituar kështu edhe problemet e fryrjes dhe konstipacionit të njëpasnjëshëm. Thuhet se fibrat janë të rëndësishme, sidomos fibrat e tretshme jo të fermentueshme të tilla si psyllium, që mund të ndihmojnë shumë në aspektet tuaja shëndetësore dhe të evitojnë gjithashtu fryrjen dhe konstipacionin e tepërt. Ndaloni së ngrëni bulmet, pasi mund të jetë një shkaktar i problemeve që ndodhin si pasojë e konstipacionit. Ushqimet si djathi, akulloret, qumshti dhe produktet e tjera të qumshtit mund të shkaktojnë një rritje të kapslëkut. Kjo është për shkak se ato mund të ngadalësojnë lëvizjet tuaja të zorrëve dhe të ndikojnë dukshëm në këto probleme. Ndaj përpiquni të balanconi më mirë dietën tuaj dhe të evitoni kështu problemet që shkakton konstipacioni. Pirja e kafeinës mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për të evituar fryrjet dhe për të krijuar gjithashtu një tretje më efektive për sistemin tuaj. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.